Dhe ne lutim Allahun fuqiplot që të gjitha këta dhunti dhe begati të jenë dhe të derdhen edhe mbi ata të cilët e ndoqen dhe ndjekin rrugën e tij, sunnetin e tij, po ashtu përpiqen që të ecin dhe të ndjekin gjurmët e tija profetike deri në ditën e fundit. Dhe nuk ka as pak dyshim se atë që Allahu xhelleshanu në rrugë të drejtë e udhëzon, nuk ka kush që nga ajo rrugë ta humbë, ta largon, ta lajthit dhe devijon. Dhe atë që Allahu xhelleshanu me të drejtën e tij, me urtësinë dhe butësinë e tij e humbë, nuk ka kush që udhëzon. Fjalët më të mira janë fjalët e Allahut. Udhëzimi më i mirë është i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe veprat më të këqija dhe të sherrit janë risi dhe të bidatet. Ata çojnë në humbje, e humbja çon në zjarrin e xhehenemit, Allahu të gjithëve nga ai na mbroft. Vëllezër të dashur në Islam, duhet me plot bindje dhe me një dituri të thellë, me ditur se qëndrojmë në ditët dhe netët, e sidomos në netët më të mira, më të hajrit, më të bereqetshme të mbar vitit. Nuk ka net më të mira, më të dashura tek Allahu subhanahu wa ta'ala, se 10 netët e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit. Pra mishte nata parë dhe pas neshjon 8 ose edhe 9 ditë tjera, 9 net tjera. Duhet ta dim vëllezër se këto 9 netët dhe 9 ditët që na kanë mbetur janë tregu dhe sezoni më i mirë i besimtarve, i atyre të cilët nxitojnë dhe garojnë për me i marrur me vete, për me ju dashur ajo në ditën më të errët, në ditën e varrit, dhe ato janë veprat e mira, sezoni i besimtarve, ku besimtarët të sinqertit garojnë në 10 ditët, 10 netët e fundit, përpiqen sa ma shumë në këtë tregun e madh, ti marrin gjërat, artikujt, sendet më të mira, me vlerë më të madhe, ndaj të gjitha atyre Allahu xhelleshanuhu të jetë i kënaqur. Por dinja vëllezër, çka është tjetra më e keqja, se në këto 10 netët përsëri një grup tjetër dështon, dhe nuk arrin do të merr pjesë në karavanin e atyre të cilët përpiqen dhe japin maksimumin e tyre që të përfitojnë, të mbushin bagazhin e tyre në këto 10 ditët, 10 netët të cilat kanë mbetur nga muaji i bekuar i Ramazanit. Po ashtu vëllezër, është diçka tjetër me rëndësi, dhe këto 10 netët e fundit janë me të vërtet një sprovë e madhe e cila e teston qëndrueshmërinë, përkushtimin dhe devotshmërinë e besimtarëve. Prandaj Muhamedi alayhis salam i nxit te sahabët e tij në 10 e fundit të muajit të Ramazanit që ta japin maksimumin, për arsye se këtu testohet qëndrueshmëria, vazhdimësia, qëndrohet përkushtimi ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, se 20 ditë dhe 20 net kanë kalu, dhe njeriu diqish po lodhet. E këtu Muhamedi alayhi salatu wassalam, siç tregon Aisha radiallahu ta'ala anha, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashru ahya laylah wa ayqadha ahla wa shadda mi'zara. Aisha thot radiallahu ta'ala anha, kur fillon të 10 i fundit i muajit të Ramazanit, Muhamedi a.s. e gjallëronte, e ngjallte me ibadet natën e tij, për të njëjtin qëllim e zgjonte dhe familjen e tij, dhe ai e shtrëngonte rrypin, do të thot nuk kishte më marrëdhënie intime me gratë e tija, për arsye se ai qëndronte në i'tikaf. Vëllezër, në 10 e fundit të këtij muaji që na kanë mbetur, dallohen dhe ndahen edhe burrat në 2 pjesë, ato të dynjas dhe ato të ahiretit. Ato të ahiretit e din mirë vlerën e këtyre 10 netëve të cilat kanë mbetur.
dhe ato përpiqen, por edhe kanë planifikuar edhe më herët që 10 e fundit ta kalojnë me ibadet dhe adhurim. Një gjë e tillë ju ka interesuar atyre edhe më shumë se muaji i gushtit, edhe më shumë se pushimet, edhe më shumë se qefet, ahengje tjera, ju ka interesuar atyre 10 i fundit i muajit të bekuar të Ramazanit, sepse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith, ai i cili përpiqet që ta kënaqë Allahun subhanahu wa taala, edhe nëse në atë mënyrë, në atë aspekt hidhrohen tjerët, Allahu Gjelleshanu dhe t'ja kthen këtij situatën që edhe njerëzit një ditë kanë me dashur dhe me qenë dakord ndaj tij. Ai i cili përpiqet që t'i kënaqë njerëzit dhe ta hidhrone krijuesin Allahun subhanahu wa taala, Allahu t'i ja kthen situatën të kundërtën, e bën që edhe njerëzit ta urejnë dhe tek Allahu subhanahu wa taala do të ngel njeri i urejtur. Prandaj vëllezër të dashur, duhet ta dim se dietarët, hoxhallarët, thirrësit sa folin për muajin e bekuar të Ramazanit, por kur vjen 10 i fundit edhe ato diçish i ndrojnë fjalët dhe temat dhe i kushtojnë 10 të fundit një kujdes shumë të madhe, një vëmendje speciale dhe specifike ndaj 20 ditët të cilat kanë kaluar. Por përsëri zemrat e mbushura me besim, me devotshmëri dhe me sinqeritet, ju përgjegjen thirrjes së Allahut, po ashtu dhe traditës profetike në 10 e fundit. E Allahu Gjelleshanu për këto tha, fa ulaike ma'alladhina an'ama Allahu alejhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. E këto kush do të jenë, të ju përgjigjen, të cilët ju përgjigjen kësaj thirrjes, do të jenë me ato të cilët Allahu Gjelleshanu mirësit, bekimet e tija i ka derdhur ndaj tyre. Për këto do të jenë me profetët e Allahu Gjelleshanu, me njerëzit e devotshëm, me ato të sinqertit, me bamirësit dhe me dëshmorët shahidët e Allahut subhanahu wa taala. Vëllezër të dashur, thot Allahu Gjelleshanu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. E dinja se edhe në këtë muaj dhe në 10 e fundit, shembulli më i mirë i besimtarve ka qenë i dërguari Allahu Gjelleshanu, limen kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira. Vëllezër, është një ajet subhanallah shumë tronditës, ku Allahu Gjelleshanu na tregon diçka shumë madhështore. E a ka fjalë më e mirë, më e dashur, më e sinqert se fjala e Allahut subhanahu wa taala? Shiqoni çka thot Allahu Gjelleshanu në Kur'an. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilet min khairin muhdara wa ma amilet min su. Një ditë thot Allahu Gjelleshanu, se cili nefs, se cili njeri ka me gjet atë çka ka vepruar muhdara, qoftë khair apo sherr, ka me gjet para vetes e tij. E për disa thot Allahu Gjelleshanu, tawaddu law anna bainahu wa bainaha amadan ba'ida. E Allahu thot disa do të kenë dëshirë, do të shpresojshin dhe do të dëshirojshin sikur mes tyre dhe mëkatit që e kanë bërë në dinjë tishin aq larg shumë sa që mos e kishin pa atë mëkat fare. E Allahu thot wa yuhadhdhirukumullahu nafsa. E Allahu a tërhek juve vëmendjen dhe vërejtjen nga kush? Nga ai. Wallahu raufun bil ibad. E Allahu gjithmonë ka qenë i mëshirshëm dhe i butë ndaj robëve të tij. Prandaj vëllezër, kujtohet përsëri edhe momentin kur Allahu Gjelleshanu ditën e gjykimit do të thret dhe të thot: Ja ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Faman wajada khayran falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalik fala yalumanna illa nafsa. Kujtohet këtë thirrje vllai dashur, kur Allahu Gjelleshanu do të thot: O rob të mi, të janë veprat e juja, në dynjë i regjistrova shumë mirë, tash do t'u hap juve me shpërblimin e plot, por edhe me dënimin e plot. Ai i cili gjen mirë,
Le ta falenderon Allahun se Allahu ja mundësoi atij atë. Ai i cili gjetë të keqe, mos ta akuzon askën tjetër përveç vetes së tij. Dhe thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, fa kullu an-nasi yaghdu fa ba'iu nafsahu fa mu'tiquha au mubiquha. Të gjithë njerëzit dalin, e fillojnë ditën, por edhe e fillojnë muajin e bekuar të Ramazanit, por edhe i fillojnë 10 ditët e fundit të muajit të Ramazanit, dhe të gjithë ato ndahen në di grup. Fa ba'iu nafsahu, dhe e japin veten e tij, e dorëzojnë, e japin me qira. Dikush ja dorëzon Allahut dhe kënaqësisë së tij, e dikush ja dërgon shejtanit, epsheve dhe dëshirave të tija trupërore. Fa mu'tiquha au mubiquha, dikush e shpëton veten e tij nga zjarri i xhenemit dhe dikush e dënon me zjarrin e xhenemit. Vëllezër të dashur, kushtoni rëndësi këtyre 10 ditëve që na ka mbetur nga muaji i bekuar të Ramazanit, dinja se prej ibadetit më i mirë është duaja ndaj Allahut subhanahu wa taala. Bani dua për veten tuaj, bani dua për prindërit tuaj, bani dua për besimtarët, për muslimanët, për ata të cilët në veçanti janë të devijuar, t'i udhëzon Allahu xhelle shanuhu, dhe asesi mos i harroni vëllezërit dhe motrat, fëmijët e juaj, bijat e juaja në Gaza, të cilët si e shihni vet, i ka goditur diçka shumë e madhe, por umetin Muhammed e ka goditur një turp shumë i madh, një turp që nuk e din mëngjes kur zgjohena, si e bajmë atë turp të madh. E Allahu subhanahu wa taala, si cilin i ditë do ta merr në pyetje, atë pushtetarin i cili ka mundësi me ndihmu dhe nuk ndihmon, atë besimtarin i cili ka mundësi të bën dua dhe nuk bën dua. Lutni Allahun xhelle shanuhu që t'i mbron ato, lutni Allahun xhelle shanuhu që ai me ndihmën e tij, me fuqinë e tij, ta largon këtë zullum nga ai popull. Allahu xhelle shanuhu që jep hakun çdo zullumqarit, saqë se robët e tjerë, njerëzit tjerë shikojnë dhe asgjë nuk bëjnë, të tjerët i mbillin syt edhe veshët. Prandaj ju vëllezër të dashur, bëni dua, lutni Allahun xhelle shanuhu me sinqeritet, që ato të lënduarit Allahu xhelle shanuhu t'i shëron, të vrat Allahu xhelle shanuhu shahida t'i pranon, dhe t'i mbron Allahu xhelle shanuhu nga kjo e keqe, dhe sa më shpejt Allahu xhelle shanuhu t'i largon atë zullum nga ai popull i pafajshëm dhe zullumqarit që e hakun e tij. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah.